planifikoj me stafin tim që komuna Kaçanikut me vepru si mini kanton, mena shtetit tonë të larë me gjak, si në qytetarët e Kaçanikut me ju ndo male private, prej fshatit Belgradë dhe në fshatin Gjedel. Unë kërkoj votën e popullit të Kaçanikut me betimin e të lavdishmës të OÇK-s, nëse të arthtoj, nëse kesh përdoj detyrën për zitën për intereset e mija personale, familjare, qofti humbur gjaku im, dhe familjare të mirë të armën, kur mos mi onë për shtetë. Sa përket zhvillimit ekonomik të komunës Kaçanikut, unë planifikoj me stafin tim që komuna Kaçanikut me vepru si mini kanton, mena shtetit tonë të larë me gjak, dhe çdo plombë e qytetit të Kaçanikut të jetë e qytetarit të Kaçanikut, dhe në këtë drejtim, unë sinoj që qytetarët të Kaçanikut mi jam nda pronat pre vitit 1950, që e shmon nga kooperativa bujqësore, sinoj që qytetarët të Kaçanikut mi nda male private, pre fshatit Belgradë dhe në fshatin Gjedel, sinoj që fshatit të Kaçanikut mi nda male private pre fshatit Bajnis dhe në fshatin Këtlin, që çdo qytetari Kaçanikut ta ketë pronën e vetë private, dhe sinoj që me rritjen e ekonomisë familjare të rritet edhe ekonomia në pushtet, që është synimi imi personal, së bashku me stafin tim në komunën e Kaçanikut, sinoj që Kaçaniku ka pasuri natyrore, të shumta, nën toksore, mbi toksore, sinojmë që me ndërtimin e fabrikës së gëlqeres në komunën e Kaçanikut, që ka qenë edhe më herët, që të përfitojmë të prodhojmë gëlqere, të prodhojmë të gjitha llojet e fasada, të përfitojmë të prodhojmë të gjitha llojet e ngjyrave, sinojmë që në bashkëpunim me diasporën dhe me donatuar të ndryshëm të bëjmë investime në komunën e Kaçanikut dhe të japin të drejtë çdo qytetar të Kaçanikut, të komunës së Kaçanikut, të investoj në komunën e Kaçanikut aty ku ka dëshirë, vetëm a ka projekt dhe a ka mjete të parash, sinojmë që Faleminderit zotni Vishi, 2 minutat e parë janë këtu.